Pra që ta bëjmë të qartë edhe për Shtyllat e mbrojtjes së Shqipërisë u forcuan të mërkurën me teknologjinë më të fundit amerikane. Ministria e Mbrojtjes konfirmoi zyrtarisht pranimin e dërgesës së parë të sistemeve kundër tanke Javelin, një investim ky që shënon një etapë të re në modernizimin e forcave të armatosura. Gjatë inspektimit të pajisjeve, Ministri Pirro Vengu bëri të ditur se ky sistem nuk është thjesht një armatim i ri, por një garanci më shumë për sigurinë kombëtare dhe rreshtimin krah aleatëve. Bashkëpunimi me Shtetet Bashkuara mbetet në themel të forcimit kapaciteteve tona dhe të rritjes së aftësive mbrojtëse, janë sisteme antitank. Ky furnizim është vetëm hapi i parë, pasi një dërgesë e dytë pritet të arrijë në vitin 2026. Këto pajime dhe sisteme vijnë të përforcojnë edhe misionin e trupave tona qoftë në misionet NATO-s, qoftë edhe në misionet të Bashkimit Evropian apo siç quhet në zonën e përbashkët të interesit. Por Shqipëria nuk është e vetmja në rajon që po rrit vigjilencën në këtë teknologji. Edhe Kosova ka porositur 200 sisteme Javelin, që pritet të kushtojnë $75 milion, teksa vendi është në proces të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Përveç këtyre sistemeve, Kosova ka porositur dhe ka pranuar edhe dron, autoblinda dhe pajisje të tjera nga SBA-ja dhe shtete të tjera.